Emisioni Histori Sportive transmetuar mbrëmjen e së premtes në ekranin e RTS Shkodra kishte për protagonist një emër shumë të njohur të basketbollit shkodran. Bëhet fjalë për Raymond Rashën, i cili për 60 vite me radhë nuk i është ndarë fushës së basketbollit. Në bashkëbisedim me gazetarin sportiv Gaspar Marku, rrëfen karrierën sportive si sportist për të vijuar me atë të trajnerit, si dhe kontributin e dhënë si mësues i edukimit fizik. Por unë kam filluar me patinazh fillimisht. Me patinazh. Përse me patinazh? Po kush ju ishte një gjithmonë zoti Ernesti. Ishte një ngërësi e madhe, ishte i pistë aty në mes ligusave, ku edhe boksierët që vishin për i palestrës që ka kënë kuzhina e përgjithshme për në të lusin të rruga e kafes madhe, vishin aty, ishte si një rreng aty. Dhe ishte një moment i gëzueshëm, domethënë ndesh versi ishte hije, ndesh dimnit ishte nuk trashte ajra dhe ishim rahat aty. Ma vonë me kalimin gjimnaz e lash patinazhin. E veçanta e Raymond Rashës është që edhe në këtë moshë 84 vjeçare vijon të kontribuojë si trajner i vllaznisë U18 për krah kolegës së tij Ingrid Dashja, ndërkohë që trajnon edhe një ekip moshash.